Linda, po familja ose biznesmeni i famshëm Shevqet Kastrati dhe djali i tij Musa Kastrati, çfarë historie kanë këtë mes, në këtë pranë në Zvërnec ku bëhet e gjithë kjo zhurmë? Atëherë, dokumentat që unë kisha mundësi për të lexuar tregonin se një i punonjës i prezantuar si Kastrati Group ka shkuar dhe ka takuar një prej banorëve që posedonin një sasi të konsiderueshme prone aty. Ata kanë bërë marrëveshjen për shitjen e pronës në 2 milion euro. Tregojnë dokumentat e institucioneve ligjvatuese. Dhe disa garazhe, një apartament dhe pjesë e këmbimit të marrëveshjes së dillit ishte edhe një takim me zotin Musa Kastrati. E çuditshme kjo, po personi shprehet se e kishte kërkuar këtë takim në shenjë mirënjohëse dhe falënderimi. Ky takim, dokumentat sugjerojnë që nuk është kryer kurrë, nuk është kryer. Dhe përpos këtij fakti që evidentohet në shkrimi i kontratës, sipërfaqja e kontratës, vlera, shkëmbimi e të cilën në momentin kur në qoftë se do rikthehemi maj, zonja Ivanka Trump ishte në Shqipëri dhe u shpërndan foto dhe momente nga takimi, zoti Kastrati ishte aty. Në fakt kam siguruar një foto të qershorit të 2024-s, të cilën do ta publikojmë te Ma Shqip, e cila është Gerard Kushner, Auron Tare, është një prej starëve të familjes Rothschild, dhe të cilët po i sajdisnin me këngë valle popullore të zonës së jugut në një ambient i cili më shumë gjasa duket si jaht, por që jam duke në verifikime sipër. Pra një farë mënyrë vizitat e tyre në Shqipëri ishin të shpeshta në fakt, që pas 2021-shit mos gabo. Në këtë pjesë. Ndërkohë që te kjo fotoja të janarit, apo kur ishin në ëngrën darkë, ka ngrënë darkë prapë edhe në një hotel, ose në një restorant që është prapë pronë e zotit shehur. Aty janë, përveç zotit Kastrati, aty janë dhe punonjës të tjerë të kompanisë Kastrati, që ne i njohim, sepse kanë qenë edhe në sektorin e medias, për këtë arsye këtu. Kështu që këto janë, të themi, zyrtarisht evidencat, për pos faktit që unë dështoja, nga hetimet që ne kemi bërë, kemi zbuluar që kompania e parë me të cilën u dha leja e ndërtimit, që ishin qua përmenda merret Rusi, shteta si Rus dhe ai bulgar,